Puna në kinematografi shpesh na duket si një përrall, por pas pamjes së bukur shumë herë fshihet dhimbje dhe lëndime. Sot do t'ju tregojmë për 12 aktorë turq që janë lënduar gjatë xhirimeve. Numërimi mbrapsht sapo ka filluar. Vendi 12, Halit Ergenç, interpretuesi i rolit të sultanit në projektin legjendar Sultani i Madhërisëm, u përball me një incident jashtëzakonisht të dhimbshëm gjatë xhirimeve të një skene të madhe beteje. Aktori gjithmonë përpiqej t'i kryente vetë skenat e vështira, në mënyrë që pamja të dukej sa më reale. Si pasojë e një ngjarje të papritur, ai dëmtoi Rand Campbell dhe kali i tij për një lëvizje të menjëhershme. Për shkak të dhimbjeve të forta, xhirimet u detyruan të ndërpriteshin urgjentisht për disa orë. Ndihma mjekësore ju dha menjëherë në vendngjarje dhe pas një reabilitimi të shkurtër, profesionisti u rikthye në punë, duke shpërfillur të gjitha këshillat e mjekëve për të marrë një pushim të gjatë. Vendi 11, Tolgahan Sayşaman, aktori pagoi një çmim të lartë për përpjekjen e tij për ta mishëruar në mënyrë perfekte personazhin në dramën Kampioni. Për rolin e një boksieri, ai kaloi stërvitje raskapitse, por me e keqja ndodhi para kamerave gjatë xhirimit të një ndeshje. Për shkak të sinkronizimit të gabuar të lëvizjeve me partnerin në ring, ai mori një goditje shumë të fortë drejte në fytyrë. Aktorit ju qa thellë vetulla dhe nisi një gjakderdhje e madhe, e cila kërkoi ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Pavarësisht qepjeve dhe dhimbjeve, ai tregoi guxim dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm, duke i përfunduar me sukses xhirimet deri në fund dhe duke mos e lënë në baltë ekipin. Vendi 10, Murat Yildirim, gjatë xhirimeve të serialit dramatik kriminal Ramo. Personazhi i tij ndodhej vazhdimisht në qendër të skenave të rrezikshme. Në një nga episodet e vështira, ku duhet të thyej në mënyrë spektakolare një pengesë prej xhami, piroteknikët nuk e llogaritën siç duhej fuqinë e shpërthimit. Copat e xhamit fluturuan në një drejtim të paparashikuar dhe disa prej tyre goditën drejt për drejt fytyrën e aktorit, për fat pa i prekur syt. Incidenti shkaktoi panik dhe xhirimet u ndërprerën menjëherë. Murati u dërgua me urgjencë në spital, ku kirurgët i nxorën copat e xhamit dhe i trajtuan plagët. Fatmirësisht, shenjat mbeten shumë të vogla dhe gjithçka përfundoi pa pasoja të rënda. Në vend të nënt, Uras Kajgilaroglu, pjesëmarrja në projektin dramatik Vajza e ambasadorit, u kthye për këtë aktor karizmatik në një provë të dhimbshme fizike. Gjatë një pushimi me një zonë me terren të paparabartë dhe me gur, ai rrëshqiti dhe përdrodhi Rand Campbell. Fillimisht nuk i kushtoi rëndësi, duke menduar se ishte vetëm një tendosje, por dhimbja u bë padurueshme dhe ky Campbell ju enjtë shumë. Radiografia tregoi një këputje serioze të ligamenteve, e cila kërkonte pushim. Megjithatë, orari ngjeshur i transmetimeve televizive nuk e lejoi të merrte pushim mjekësor. Si rezultat, skenaristët u detyruan ta ndryshonin urgjentisht rrjedhën e historisë për shkak të dëmtimit. Në vend të tetë, Ibrahim Çelikol, i njohur për dashurinë ndaj skenave ekstreme dhe përgatitjen e tij të shkëlqyer fizike. Ky aktor refuzon me parim shërbimet e kaskaderëve profesionistë gjatë xhirimeve të melodramës Dashuria Bardezi. Guximi i tij i tepruar u kthye në një shaka të idhur. Gjatë një kërcimi nga lartësia, litari i sigurisë u aktivizuar shumë vonë, duke shkaktuar një zhvendosje të rëndë të shpatullës dhe mikroçarje të muskujve. Dhimbja ishte aq e fortë sa aktori humbi ndjenjat. Rikuperimi zgjati me muaj të tërë në terapi. Por edhe pas këtij rasti, ai nuk hoqi dorë nga parimet e tij dhe vazhdoi t'i kryente vetë skenat e rrezikshme. Në vend të shtatë, Araz Bulut Inemli, për shumë vite, ky aktor i talentuar ishte fytyra kryesore e projektit kriminal Çukur, i njohur për numrin e madh të skenave me përplasje rrugësh. Gjatë një prej skenave më intensive, e cila po xhiroi natën vonë në shi të dendur, aktori rrëshqiti dhe u përplas me gjithë forcën në asfaltin e lagur, duke nxjerrë instiktivisht dorën e djathtë për t'u mbrojtur. U dëgjua një krismë karakteristike e kockave dhe u bë e qartë se nuk mund të shmangej ndihma urgjente mjekësore. Diagnoza ishte e rëndë, një frakturë e ndërlikuar e kyçit të dorës. Për të mos prishur kalendarin e publikimit të episodeve, krijuesit e serialeve u detyruan t'i fshinin Allçin me dorë para skenave. Vendi 6, Barish Arduç, kalimi nga komeditë e lehta te epopete mëdha historike,
Kërkoi nga aktori të mësonte shumë aftësi të reja, përfshirë kalërimin dhe përdorimin e shpatës. Gjatë punës në projektin Selxhukët e Mëdhenj, ndodhi një aksident i tronditës. Gjatë provës së një betejë, partneri i tij nuk e llogariti siç duhet distancën dhe e goditi aksidentalisht Barishin drejtë në fytyrë. Reagimi i tij i shpejtë e shpëtoi nga dëmtime edhe më të rënda, por nuk mundi t'i shpëtonte një tronditje të fortë në kokë. Mjekët u detyruan t'i vendosnin qepje. Më vonë, trajnerët u detyruan të kujdeseshin çdo ditë për plagën, duke e trajtuar vazhdimisht gjatë periudhës së rikuperimit. Vendi 5, Çagataju u lusoi. Për fansat, ky aktor lidhet gjithmonë me personazhe të guximshme që arrin të dalin nga çdo situatë e rrezikshme. Gjatë xhirimeve të thrillerit të famshëm, Brenda, edhe ai vetë u përball me një provë të vështirë, gjatë realizimit të një aksidenti të madh automobilistik. Makina me aktorin Brenda u përmbys shumë më fort, nga sa e kishin planifikuar organizatorët e skenës. Pavarësisht rripit të sigurimit, Çagataj pësoi një goditje të fortë në krahëror dhe një çarje të brinjës. Çdo frymarrje i shkaktoi dhimbje. Ai tregoi një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme dhe refuzoi një shtrim të gjatë në spital për të shpëtuar vazhdimin e projektit. Vendi 4, Kerem Byrsin. Ky aktor i famshëm në mbar botën është dalluar gjithmonë për perfeksionizmin e tij ekstrem në krijimin e personazheve. Pasi pranoi rolin e një boksieri të ri në projektin, ky qytet do të vi pas teje. Ai kaloi muaj të tërë në stërvitje intensive. Megjithatë, realiteti në shes xhirim doli të ishte shumë i ashpër. Gjatë skenës së ndeshjes finale, ai goditi me gjithë forcë brylin e fortë të partnerit të tij në skenë. Rezultati ishte i rëndë, një frakturë e ndërlikuar e dorës me zhvendosje të kockës. Aktori u nënshtrua një operacioni dhe mjekët i vendosën kunja metalike, ndërsa skenari i finales u rishikua plotësisht për t'u përshtatur dëmtimit të tij. Në vend të tretë, aktori Xhan Yaman, edhe historitë romantike dhe komeditë e lehta mund të fshehin rreziqe të papritura për shëndetin. Gjatë xhirimeve të serialit hit, Zogu i Hershëm, i cili i solli famë botërore, aktori dëmtoi rënd dorën në një skenë që dukej plotësisht e sigurt. Sipas skenarit, personazhi i tij zemëruar duhet të hidhte nga tavolina enët prej qelçi. Regjisorët përdorën gabimisht gotha të vërteta. Një copë xhami u ngul thellë në kyçin e dorës së Xhanit, duke i dëmtuar një venë. Gjaku mbuloi dekorin dhe shkaktoi panik në të gjithë të pranishmit. Mjekët ndaluan shpejt gjakderdhjen, por në dorën e tij mbeti një shenjë e madhe dhe e frikshme. Vendi 2, Burak Ozgjivit, ylli kryesor i filmave historik dhe protagonisti përhershëm i projektit, Themelimi i Osmanit, edhe vazhdimisht trupin e tij përballë ngarkesave të jashtëzakonshme fizike. Veshja e parzmoreve të rënda, kalërimi dhe betejat e pafundme shpesh sjellin rreziqe serioze. Një ditë, kali i aktorit u pengua ndërsa po vraponte me shpejtësi të madhe dhe buraku u hodh nga shala nga një lartësi e konsiderueshme. Rënja e fortë la të gjithë ekipin të tronditur. Aktori pësoi këputje të ligamenteve të kyçit të këmbës dhe tronditje të trurit. Producentët u detyruan të ndryshonin urgjentisht linjën e ngjarjeve në serial për t'i dhënë yllit kryesor kohë për t'u rikuperuar. Ndërsa në vend të parë, Kivan Shtatilituk, në krye të kësaj liste renditet aktori, për kushtimi i jashtëzakonshëm i të cilit ndaj profesionit pothuajse i kushtoi aftësinë për të ecur normalisht gjatë gjithë jetës. Gjatë xhirimeve të filmit aksion Përplasja, ai po realizonte një kërcim shumë të vështirë mbi një pengesë, por ul në tokë në mënyrë të gabuar. Zhurma e këputjes së ligamenteve të gjurit u dëgjua madje edhe përmes monitorëve të regjisorit. Ky dëmtim rezultoi të ishte më i rëndi nga të gjithë dhe pothuajse i dha fund karrierës së tij. Rikuperimi zgjati shumë muaj, ndërsa aktori u nënshtrua një rehabilitim intensiv për t'u rikthyer sërish në shes xhirim.